më pak lodra e bëjnë që fëmia të jetë më i përqendruar e të jetë më kreativ ose të zhvilloj imagjinatën më tepër. Nëse ti jep fëmijës, po themi, një cop drase, ai atë dras mund ta imagjinoj si makinë, mund ta imagjinoj si varg, mund ta imagjinoj si avion, mund ta imagjinoj si një kukull druri. Pra, ai e gjen vetë se çfarë ka dëshirë, se me çfarë ka dëshirë të luajë. Në momentin që ti jep shumë lodra, ai përqendrohet dhe nuk di çfarë të marrë më përpara. Sepse e ka vështirësinë për të menaxhuar emocionet. Në momentin që ti jep shumë aty, e hap, e mbush të gjithë, po themi, hapësirën e fëmijës me lodra, ai do kap një lodër sepse i pëlqen dhe nuk do mundet që ta kuptoj gjithë fizikën e asaj lodre, gjithë si është ndërtuar, çfarë materiali ka, përse mund të përdoret, dhe nuk i lë vend asaj imagjinatës. Pra ai e shikon që kjo është një kukull dhe me këtë kukull ne mund dalim shëtitje ose mund ta veshim, mund ta zhveshim. Momentin që thash, do kapi një dolari, një do kapi një dolari tjetër sepse nuk do i pëlqen gjithë, nuk e di se me çfarë do të luajë më tepër.